Zotri Hashim Thaçi zgjidhet presidenti i Republikës Kosovës. Shkuarja e Thaçit në krye të presidencës do ta bëjë të ndjehet më komod kryeministrin e vendit Isa Mustafa. Kjo për faktin se që prej formimit të qeverisë, njerëzit më shumë janë referuar Mustafës dhe Thaçit si dy kryeministra, të paktën kështu thonë njohësit të çështjeve politike. Analisti politik Petrit Zogaj thotë se figura e Thaçit në qeveri I ka dhënë një lloj sigurie Mustafës. Megjithatë, ai thotë se Mustafa nuk do ta ndjejë mungesën e Thaçit në qeveri, pasi ato shumë lehtë mund ta zëvendësojë Kadri Veseli. Duke qenë kryetari e jashtëm, ky që po flitet më shumti pra, zoti Veseli, edhe kryetar kuvendi, besoj që këtë rol mund ta merr edhe zoti Veseli në një farë mënyre që t'i del krah qeverisë në ato raste ku beson që do duhet t'i dilte krah, por njëkohësisht edhe zëvendës kryeministri tjetër, besoj që do të tentoj të marrë më shumë rol. Ndryshe nga Zoga I vlerëson profesori I shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Nexhmedin Spahiu. Sipas tij, Mustafa do të jetë më I dobët pa Thaçin. Thaçi sipas tij nuk ka më interes që ta mbrojë më Mustafën pasi I ka arritur qëllimet e veta. Në momentin që Hashim Thaçi do të inaugurohet si president I vendit, në interesin e tij do të jetë që të shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme ose të parakohshme në mënyrë që të përpiqet të fitojë legitimitetin të cilin nuk ja ka dhënë opozita, duke I bërë zgjedhjet e parakohshme se ai do të mund të arrijë njërin nga këto gjërat. Nëse partia e tij sërish fiton, ajo do të mund të atëherë mund të thotë opozitës ose trusni se tash e sheni që megjithatë populli neve na don, ose mund të bëj koalicion me opozitën. Presidenti në ardhje I vendit Hashim Thaçi I ka dalur në krah kryeministrit Mustafa pas secilës krizë që është paraqitur në vend, por edhe ka qenë krah I djathtë I Mustafës në bisedimet me palën serbe në Bruksel.